Pas jush që jeni profesorit drejtës kushtetuese, gjithashtu zëvendës rektori në Universitetit Fon, a është gjuha shqipe gjuhë zyrtare me ligjin e Maqedonisë dhe me kuadrin kushtetues, me nenin 7, apo jo? Јас сум професор по меѓународно право, не сум Јам Po професор. međutim jeni autorët e kushtetues maqedonisë. Се автор од Уставот. Значи, албанскиот јазик Gjuha shqipe dhe neni 7 të kushtetues është gjuhë zyrtare, por nuk është gjuhë e barabartë zyrtare me maqedonase, sepse është zyrtare sipas ligjit 7. Për shembull, në marrëdhënie ndërkombëtare përdoret vetëm gjuha maqedonase. Të them. Ajo është dallimi. Por me ligjin për gjuhët, shfrytëzimi horizontal i gjuhës shqipe u zgjerua. Dhe këtë kanë bërë BDI mbase në mënyrë që kanë rrezikuar disa pozita kushtetuese të gjuhës shqipe dhe